Burri pa gruan e tij që po qante dhe e pyeti: "Pse po qanë dash? Çfarë ka ndodhur?" Ajo i tha: "Dje u dhash nxënësve të mi një detyrë që të shkruajnë rreth temës Dëshira ime. Duke e lexuar shkrimin e fundit, më bëri të qaj." Burri e ktheu: "Pse çfarë kanë shkruar që të bëri të qash?" Gruaja lexoi: "Dëshira ime është të bëhem një smartphone, sepse prindrit e mi shumë i duan smartphone-at. Ata kujdesen për smartphone-at aq shumë sa që harrojnë të kujdesen për mua. Kur vjen baba im nga puna i lodhur, ka kohë të merret me smartphone-in, por jo edhe me mua. Kur prindrit e mi kanë ndonjë punë të rëndësishme dhe i bie zilja e smartphone-it, menjëherë shpejtojnë ta kapin atë. Por mua jo, edhe kur kam ndonjë hall e filloj të qaj. Ata luajnë lojrat me smartphone, por jo edhe me mua. Kështu që dëshira ime është të bëhem smartphone, që të qëndroj në duart e prindërve të mi dhe ta shijoj ledhatimin e tyre." Pasi e lexoi shkrimin, burri u prek emocionalisht dhe nga kureshtja e pyeti gruan: "Kush na qen ka ky djalosh që e ka shkruar këtë?" Gruaja me gjysmë zëri ja ktheu: "Biri ynë. Fëmijët i keni amanet. Edukojni, qëndroni me ta sepse rriten shpejt dhe koha nuk kthehet mbrapa. Zot, ruaj fëmijët tanë."